Surja El-Wakia, Mekase, 96 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Idha waqa'atil waqi'ah. Kur të ndodh ngjarja, kiameti, Laysa li waqa'atiha kadhibah. ardhjen e saj askush nuk do ta mohoj. Khafidatur rafi'ah. Disa do t'i ul, e disa do t'i lartësoj. Idha rujjatil ardu rajja. Kur toka të dridhet fuqishëm, Wa bussatil jibalu bassa. male të thërmohen cop-cop, فكانت هباء منبثا. e të shndrohen në plur të shpërndar. وكنتم أزواجا ثلاثة. Ju, o njerëz, do të ndaheni në 3 grupe. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Njerëzit e së djathës, sa të nderuar do të jenë fatlumët. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar do të jenë fatkeqët. والسابقون السابقون. Dhe ata që kanë prirë në besim, e që do të prinë edhe në xhenet. أولئك المقربون. Ata janë të afërtit tek Allahu, في جنات النعيم. në kopshtet e kënaqësisë. ثلة من الأولين. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, وقليل من الآخرين. ndërsa një pakicë prej brezave të mëvonshëm. على سرر موضونة. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura me arë e gur të çmuar, متكئين عليها متقابلين. të mbështetur në to përballë njëri tjetrit. يطوف عليهم ولدان مخلدون. Do t'u sillen rreth për shërbim djelmosha për herë të rinj, بأكواب وأباريق وكأس من معين. me kupa, i brig dhe gota me pije të kulluar që rrjedh, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. e prej së cilës nuk do t'u dhemb koka dhe nuk do t'u humb mendja. وفاكهة مما يتخيرون. E me fruta të cilat do t'i zgjedhin vetë, ولحم طير مما يشتهون. dhe mish shpendësh që ua ka ënda, وحور عين. për ata ka edhe hyrie sy mëdha, كأمثال اللؤلؤ المكنون. të ngjashme me margaritaret e ruajtur, جزاء بما كانوا يعملون. si shpërblim për atë që kanë punuar. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, as fjalë gjunahesh, إلا قيلا سلاما سلاما. por vetëm fjalët paqe, paqe. وأصحاب اليمين ما
ashabul yamin. E njerëzit e së djathtës, sa të nderuar që janë fathlumët, Fi sidrin makhdud. ata do të qëndrojnë në mes të lotusëve pa gjemba, Wa talhim mandud. dhe bananeve të mbushura me fruta, Wa dhillim mamdud. në nhije të gjera, Wa ma'in maskub. pranë një ujë rrjedhës, Wa fakihatin kathira. dhe mes frutave të lloj-llojshme, La maqtu'atin wa la mamnu'a. të cilat kurrë nuk sosen, as nuk janë të ndaluara, Wa furushin marfu'a. dhe në shtroje të ngritura ku i presin hyrijet. Inna ansha'nahunna insha'a. Të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë, jo të lindura, Faja'alnahunna abkara. dhe i kemi bërë ato virgjëresha, Uruban atraba. të dashura për bashkëshortet e tyre dhe moshatare me ta, Li ashabil yamin. për njerëzit e së djathtës. Thullatun minal awwalin. Janë shumë nga të lashtët, Wa thullatun minal akhirin. e shumë edhe nga të mëvonshmit. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Po njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar janë fatkeqët. Fi samumin wa hamim. Ata do të jenë në afshin përcëllues të zjarrit dhe ujë të valuar, Wa dhillim min yahmum. dhe në nhije në një tymi të zi, La baridin wa la karim. e cila nuk do të jetë as e freskët e as e këndshme. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ata, para kësaj, jetonin në luks Wa kanu yusirruna ala al-hinthi al-azim. dhe në vazhdimsi bënin gjunahe të rënda, Wa kanu yaquluna a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. duke thënë, vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi? Awa abauna al-awwalun. Vallë, edhe të parët tanë të lashtë? Qul innal awwalina wal akhirin. Thua ju, o Muhammed, me siguri, edhe të parët, edhe të mbramët, Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. do të tubohen në një ditë të caktuar, Thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun. dhe atëherë ju, o jo besimtar të humbur, La'akiluna min shajarin min zaqqum. me siguri që do të hani nga pema e zekumit, Famali'una minha al-butun. me të cilën do të mbushni barkun, Fasharibuna 'alayhi min al-hamim.
pastaj do të pini ujë të valuar, فشاربون شرب الهيم madje do të pini ashtu siç pi deveja e etshme. هذا نزلهم يوم الدين Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e llogarisë. نحن خلقناكم فلولا تصدقون Ne ju krijuam. E pse nuk e pranoni të vërtetën? أفرأيتم ما تمنون A e keni parë farën që e hidhni? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون A jeni ju që e krijoni atë, apo jemi ne krijuesit e saj? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe askush nuk mund të na pengojë على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون që t'ju ndryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Sigurisht, ju e dini krijimin e parë prej një pike fare. Atëherë, përse nuk mendoni? أفرأيتم ما تحرثون A shihni atë që mbillni? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Vallë, ju e bëni atë që të mbi, apo jemi ne rritësit e saj? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Nëse duam, ne e lëm fyçk dhe ju do të çuditeni. إنا لمغرمون E do të thoni, ne jemi të dëmtuar, بل نحن محرومون madje jemi krejt të privuar nga furnizimi. أفرأيتم الماء الذي تشربون A e shihni ujin që pini? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Vallë, ju e zbrisni atë prej ereve, apo ne e zbresim? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët. Andaj, përse nuk jeni mirënjohës? أفرأيتم النار التي تورون A e shihni zjarrin që e ndizni? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Vallë, ju i keni bërë drut për të, apo ne i kemi bërë? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Ne e kemi bërë atë për kujtues të zjarrit të xhehenemit dhe që t'ju sjell dobi nevojtarve. فسبح باسم ربك العظيم Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm. فلا أقسم بمواقع النجوم Betohem në çastin e perëndimit të yjeve,
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. E ky është betim i madh, veç sikur ta dinit. إنه لقرآن كريم. Se ky është vërtet një Kur'an i nderuar في كتاب مكنون. në librin e ruajtur. لا يمسه إلا المطهرون. Atë, Kur'anin, e prekin vetëm të pastërtit. تنزيل من رب العالمين. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Vall, një fjalë të tillë ju e mohoni وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni? فلولا إذا بلغت الحلقوم. Atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk وأنتم حينئذ تنظرون. para syve tuaj, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re. فلولا إن كنتم غير مدينين. Përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ترجعونها إن كنتم صادقين. ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën. فأما إن كان من المقربين. Kështu, nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, فروح وريحان وجنة نعيم. do të ketë prehje, kënaqësi dhe dhunti të xhenetit. وأما إن كان من أصحاب اليمين. E nëse është nga njerëzit e së djathtës, فسلام لك من أصحاب اليمين. ai do të përshëndetet, paqe për ty nga njerëzit e së djathtës. وأما إن كان من المكذبين الضالين. Por, nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, فنزل من حميم. ai do të gostitet me ujë të valuar وتصلية جحيم. dhe do të përcëllohet në zjarrin e flakëruar të xhehenemit. إن هذا لهو حق اليقين. Padyshim, kjo është e vërteta e sigurt. فسبح باسم ربك العظيم. Andaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm.